Hëna e akullt e Saturnit mund të ketë jetë jashtëtoksor. Jeta në tokë mund të gjendet në vendet më të çuditshme, por shkencëtarët mendojnë se jeta jashtëtoksore mund të gjendet në oqeanet e nëndveshme të një hëne të vogël të akullt në Saturn. Enceladus po shihet gjerësisht si një kandidate kryesore për jetën aliene. Hëna rreth 480 kilometra e gjerë ka një oqean me një shtrat shkëmbor në sipërfaqen e saj të bardhë dhe të shndritshme. Shkencëtarët e Oxford University kanë zbuluar se hëna është më e ngrohtë nga sa mendohej, duke e shtuar misterin e jetës që mund të krijohet në të. Prej vitesh, anija kozmike e Cassini e NASA-s ka vënë re vetëm humbje nxehtësie në polin jugor, ku shtollun nga avujsh dhe kristale akulli dalin prej të çarave. Tani, ata kanë gjetur rezultate të ngjashme në polin verior sipas një studimi më tej. Sipërfaqja në këtë rajon ishte rreth 7 gradë Celsius më e nxehtë se sa pritej, një ndryshim që mund të shpjegohet vetëm nga nxehtësia që del nga oqeani. Ata e zbuluan këtë duke krahasuar se sa energji humbën nga oqeani ngrohtë, 0 gradë Celsius, ndërsa nxehtësia rritet në sipërfaqen që ngrin minus 223 gradë Celsius. Si pas për llogaritjeve, humbja e nxehtësisë në Enceladus arrin në 55 gigabajt, e barazvlefshme me më shumë se 100 milion panel diellor, duke treguar se as nuk po nxehet dhe as nuk po ftohet. Nxehtësia është një nga 3 veçoritë kryesore për jetën dhe Enceladusi tashmë ka edhe ujin e elementët e duhur kimik, që jeta të lulëzoj. Nën sipërfaqe duhet të ketë barazpesh mes nxehtësisë që fiton dhe humbet. Kjo rregullohet fal forcave të rrejse të Saturnit që shkundin pjesën e brendshme të Enceladusit, duke krijuar mjaftueshëm fërkim sa akulli të shkri. Këtu ndikon edhe largësia e duhur që hëna ka nga dielli. Hapi i radhës për shkencëtarët është të përcaktojnë moshën e deteve të kripur të Enceladusit për të parë nëse ka patur kohë mjaftueshme që të krijohej jeta. Misioni Cassini përfundoi në vitin 2017 dhe derisa të nisë një ekspeditë e re shkencëtarëve, u mbetet vetëm të hamendësojnë për jetën jashtëtoksore.